3 persona janë ekstraduar nga vende të ndryshme për të përballur me drejtësinë shqiptare. Daniele Matoshi u ekstradua nga Danimarka në vendin tonë. Një vit më parë, gjykata e Elbasanit i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale, pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Më parë ka qenë i dënuar në Norvegji me 13 vjet burgim për veprat penale, trafikimi i lëndëve narkotike, si pjesë e një organizate kriminale, falsifikimi i dokumenteve dhe vjedhja e energjisë elektrike. Nga Franca u ekstradua Christopher Rudovic, i lindur në SBA. 25 vjeçari është dënuar nga gjykata e Tiranës me 8 muaj burgim për veprën penale, prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta. Në muajin qershor të vitit 2024, në aeroportin e Rinasit, gjatë kontrollit me skaner, në valigjën e tij u gjetën 2 thika. Gazmir Mjelli u ekstradua nga Italia. Gjykata e Fierit i ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg në mungesë për veprën penale mashtrimi, pasi ka mashtruar një person duke i premtuar se do ta ndihmonte për të shkuar në Itali në mënyrë të paligjshme. Interpol Tirana vijon punën me homologët me qëllim lokalizimin, kapjen dhe ekstradimin e personave të tjerë të shpallur në kërkim ndërkombëtar.